ky i ftuari jon ka marrë një iniciativë të guximshme për të rikthyer aktivitetet e dikushme, por jo me fëmijët, sepse me fëmijët ua kemi lënë mësueseve dhe arsimtarve, por me studentët konkretisht të albanologjisë të Fakultetit Filologjik, për të rikthyer atë imazhin e dikurshëm dhe aktivitetet që bëheshin për ditët të shënuara. Dhe konkretisht do t'i themi mirëmëngjes Mr. Edlir Osmani. Mirëmëngjesi. Edlir, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit. Faleminderit për mundësinë. E tha drejtroj. Kënaqësia jonë është shumë i drejtroj urtë. për Shumë i qetë. Movember si është ajo? Ne jemi, pikërisht jemi në muajin Movember, që do thot mustaqe dhe nëntor, që shënon ditën e vedisimit për gjinin mashkullore dhe mos harroni miqdashur, shëndetin e meshkujve, bëni kontrolla të shumta, sepse më mirë siç themi ne, më mirë ta parandalojmë se sa ta shërojmë. Edliri nuk e ka atë mustegjit, nuk i ka të shënuara, do më thënë konkretisht për këtë muaj, por e ka si miq të ti, si stil të ti, që i mban gjatë gjithë kohës, jo vetëm muajin e nëntorit. Edlir, si janë mëngjeset për ty, si ja fillon ditës Edliri, si e motivon veten që të zgjohet çdo ditë Gjysë more në pasqyrë, duke rregulluar mustaqet. Edhe gjatë gjithë ditës duke i fërkuar. Pikërisht është rutina e mirëmbajtjes. Rutina për ku jam në Shkup, jam zakonisht i angazhuar ose në teatr ose në reklama, jam të punu me një shok. Edhe në varë prej orareve si i kemi. Gjatë gjithë kohës jam të zgju ma herës se ç'duhet, për më bë gati. Që të thotë ajo ma herës se ç'duhet, sa ora? Sa është, në sa ora? Minimum 1 orë gjysmë ma herët. Që do të thotë, nëse ke angazhim në ora 12 e në ora 11? 11, 10:30. Shumë honi bie Edlir. Më herët i bie në ora 5:30, 4:30. Ja, sot që jam zgjuar 5:30, sepse vite prej xhirimeve. Ke qenë xhirime deri në orë të vonë, a? Prej 5:30 jam zgjuar, jam bë gati. Kemi pas xhirime një reklam, prej atje këtu. Dhe prej këtu në teatr, në prova. Mendova që ne jemi zgjuar herët, mirë për pas ka njerëz të cilët zgjohen më herët. Ishte sepse komenti kanë ta obligime të shumta sigurisht. Ta them atë komentin që e thash në ora 5 është nata, mirë, po shikuesit nuk e kishin kuptuar sarkazmin. Domethënë ti që ke zgjuar nga mbrëm. Domethënë nga dita e djeshme është i zgjuar dhe vazhdon që të qëndroj akoma i zgjuar shkaku i obligimeve të cilat i ka. Edlir, ne sot kemi ftuar në lidhje me aktivitetin edhe ato që bëre edhe hapje. Por përpara se të kalojmë tek aktivitetin, do doja ta pyes Edlirin se cila ishte shfaqja e parë ose sepse zakonisht njerëzit kur dashurohen në profesion, shikojnë dhe një tips, diçka interesante që diçka që ndikon, stimul që ishte. Cila ishte ajo, çka ishte ajo xixa, ajo shkërtima e parë jotja që the, unë do merrem konkretisht me këtë profesion me regjin. Unë jam i Kërçovës, edhe në Kërçovë kemi një shoqat Artaktus, ku aty janë Qëndrim Riani, Adem Karaga, Drita Karaga, Rahim Ramadani, Afrodita Nuhi, ku krejt janë me profesione aktor, regjizor, edhe mu më kara do më prejmë fillim studimeve të qëndroj me këta, edhe prej aty kam qëndru pra baskene duke i pa aktivitetet se si zhvillohen. Do më thonë, kjo ishte frymëzimi jot që i the ata se si merreshin konkretisht me profesionin dhe the, prit, unë qëndroj mbrapa, unë do bëjmë dirigjenti i këtyre, dhe zgjodhe konkretisht regjin. Regjin. Realisht unë kam regji teatri dhe televizioni, por si u punësova në teatr, duke bashkëpunu me regjizor, sepse unë jam ispicient, edhe pa tjetër që unë gjatë gjithë kohës jam të i ndëgju regjizorët se si japin indikacione, si merren me aktorët, si merren me krit stafin, edhe prej aty gjatë gjithë kohës jam të mësu. Edhe pa tjetër që jam gjithë ditë në teatr, edhe që kjo që më qonë që ma shumë të lidhem edhe me teatrin. E të pyes teatri apo filmin? Realisht në du ma shumë filmin, por e shijoj teatrin. E shijoj në maksimum. Sepse gjatë gjithë kohës doja të shpjegoja Valbona, roli i inspicientit është që duhet t'i vazhdon gjatë gjithë kohës provat, është ai si puna e bariut që udhëheq kopena, domethënë edhe aktorët kur kanë kerefetet e tyre, domethënë gjithë komunikimet bëhen nëpërmjet inspicientit dhe momentin që regjizori që vjen
pa marrë parasysh kush është, shfaqjen ja dorëzon inspicientit. Dhe ky është ai regjizori i dytë i cili e mban jetëgjatësinë e shfaqjes. Pra ky është roli i inspicientit që në teatr konkretisht, po që e mban jetëgjatësinë e shfaqjes edhe koreksin edhe precisitetin e organizimit të shfaqjes. Sa kohë është që je i punësuar dhe deri më tani sa shfaqje i ke realizuar dhe cila është favoritja? Ta dim. Ka që jam i punësuar që 3 vite në teatr. Ka 4-5 shfaqje, Më shumë ose? më shumë ndoshta. Po unë që i mbaj mend tani për tani që më kujtohen. Favoritja ndoshta e zgjedh atë që unë kur kam filluar si inspicient. Shfaqja e parë ka qenë Daja Vanja. Po, mbaj mend. Te Daja Vanja fillova. Te Daja Vanja, do të thonë që ka marrë për projektin Domethënë prej që fillim. e morë kështu në dorëzim, Prej fillimi. Ajo që më ka ngel kështu, sepse është shfaqja e parë ime si inspicient. Pastaj kemi shfaqjet e tjera, ka qenë Mishi Egër, që e ka marrë në ndërkohë. Mishi Egër, ka qenë Vdekja dhe Virgjëresha, ka qenë ADN-ja, Anglia, edhe deri Ja, dolën më shumë se Edhe tre Ricardi i njëjtë, po. vazhduan tani e kemi shfaqjen Të reshat atmosferesh njëjtë. Kur ti numërosh dalin 10 e 12. Ja, Sa numëro. 6. Më bëj shumë qefe që të shumicën që përmendet nga shfaqjet i kam parë, domethënë kam qenë në premiera dhe më bëj shumë qefe që Dhe ky jam është ai mbrapa përmirësuar. që është dirigjenti Po. që e Dirigent koordinon. mes aktorëve siç e kemi këtu dritrojnë. Trego, mua këto informacione më duhen. Sa mirë, më trego, si është dritrojnë në Si më mirë, më i mirë. Më i në zhurmë. komfort zonën e ti. Dritroj përpara se fillon shfaqja. Po. Si Ka është kur rituali e kapin ato emocionet, Po. edhe është i zhurmshëm, dhe patjetër që unë jam përballë këtij dhe duhet me ja menaxhu emocionet. duke qetësuar, Se tornado bëhet në skenë duke Vetëm shkon rreth skenës se do Edhe të këtu e thotë kemi diçka kështu, do ka hiperaktiv. E kam përpara shfaqjes gjatë gjithë kohës gjysmore, vetëm shkoj rreth skenës, rreth e të përqaf. kam parë. Gjatë gjithë kohës e Po. kam atë, e kam nuk e di pse. Edhe vetëm thotë diçka, e kapet me dikë. Po janë emocione të shfaqjes, janë Po emocione është të është bukura. shumë e lezetshme, Janë të është bukura. adrenalinë, Po, shumë e kam shumë ashtu, mirë. mundohem që ta energjinë e tepërt, adrenalinën që e kemi, që ta harxojmë të paktën me lëvizje fizike, që për Se dalim me bëm në një vend. Po, fillon vulkani shpërthen aty. Më thuaj, kur jemi tek aktorët, cili nga aktorët të pëlqen më shumë? Tash është shije personale, është syri i regjisorit. Miq Mirë, po, dashur, ja, mos u shqetësoni ju. Kjo është shije e lirit. Po. Jo. Mirë, po më Me thuaj. qëse Nuk unë e jam dia mund të aktiv, vendosi. gjatë gjithë kohës jam aktiv me tu i pa aktorët, tu marr me muzikën, tu marr me ndriçimin, tu marr me Me kush punëtorët e janë skenës, me punëtorët me e skenës shumë që gjëra. bëjnë sene kjo ajo, dhe unë nuk kam kohë që Të shijoj diçka. të shijoj vetëm me njërin. Jam tu i pa krit. Do të thonë për sekonda tu me i kontrollu detyra e krit. E di është që e nuk ka tillë, ndalësi, mirë, po ndonjëherë është keni ndonjë. Po ndonjë favorit mund të ketë, pa. po nuk e Nuk di. është jo tek Nuk e di, ka guxim që ta thotë, se unë e di se është Rahimi. Ndonjë shok, Një a? Barcelet, nuk e di a dini Barceletën nga 2 gra, të cilët janë fqinje shumë të dashura njëra me tjetrën. Domethënë kanë jetuar gjatë gjithë kohës, po kur nuk janë dashur. E din ti? Kur nuk janë dashur, por janë rrethana të tilla që është Nuk dashur habet ju ka shku. patjetër njërat e tjetrat të shkon për vizitë. Edhe një ditë kjo njëra, që është pak më aristokrate, i ka ndryshuar ngjyrën e flokëve. Nga të verdha që i ka patur, i ka bërë ngjyrë të kuqe ose Ndryshim drastik. ngjyrë të kaltër, që ka pat një ekstrem shumë. Edhe shkon kjo atje, vizitë, pin kafe. A me thot, më shef, diçka ndonjë ndryshim të unë? Kjo jo më gjithë, një lloj, çdo gjë një lloj është. Ama ja, shif diçka pak më të theksuar e kam. Kjo jo më gjithçka në rregull, po, njëjtë është. A më ndër të pëlqen flokët? Ah, sa të bukura! Edhe kthehet vetë me vete, i del zori i brendshëm. Edhe ky Rahimi vetë me vete. Vetë me vete, ha? Është e Të bukur. kalojmë pak tek ky projekt, që është, unë gjithmonë them, nëse Po, të duam ta flasim për ndryshojmë projektin, po. shoqërinë, nëse duam ta ndryshojmë shoqërinë, nëse duam që të emancipohemi si popull, gjithmonë duhet të jemi ndihma apo ajo dora ndihmës për studentët. Janë studentët, është shkollimi, është edukimi që ne marrim, që investojmë, që duhet gjithmonë të kemi në radhë të parë.
Më thuaj si lindi ideja që të punosh me studentët, Shumë pikërisht, interesante. Më për pëlqen, ditën po. e alfabetit, një projekt që do Do të të jemi duke bërë realizohet. një projekt në teatrin shqiptar me studentët të filologjikut, konkretisht të degës të albanologjisë. Janë studentë të cilët u paraqiten në mënyrë vullnetare apo kishe ato ti kanë një erdhë bashkëpunim në- me profesorët e tjerë? Profesori ka bisedu me drejtorin e teatrit shqiptar, pastaj drejtori i teatrit shqiptar më ka thirrë mu që edhe rolin që e kam, më ka thënë a mund të Të bësh udhëheqësh diçka në lidhje me ditën e alfabetit. Jemi taku me studentët, Sa student bëhet fjalë? 6 student, janë 5 student. vajza dhe një djalë. Ndoshta ka edhe më shumë student, po që ato janë që janë paraqitur si vullnetar, me marr pjesë. Edhe prej atë ditë kemi fillu me aktivitetin. Kam bërë konceptin, pastaj jemi takuar, kam tregu konceptin se çka është koncepti, se çka do përmbajnë programi, jemi pajtu, kemi ra dakord. Edhe në 2-3 ditë jemi të mbajt prova, jemi të zhvillu, do shkojmë me muzikë, me lojën e atyre që do kenë rolin e aktorëve. Do të thënë është një teatr poetik, do ta Po, quajmë. nuk është shfaqje, Nuk është shfaqje teatrale, por është një teatr poetik që ke përzgjedhur disa poezi nga disa autorë të shqiptar, Po, shqiptarit do që shënojnë ditën e alfabet. alfabetit. Don po. kret kjo lidhet me ditën e alfabetit ose konkretisht me shkronjat, me shqiptarët, me këto. Me historinë Sa tonë. historinë student kaluarës. do të Janë marrë 6 studentë. 6 student, 5 6 vajza, një djalë. një djalë. pjesë? Sa bukur. Dhe si e ke konceptin? Ma shpjego pa konceptin. Koncepti se është ne më provokon kjo. Interesant. me 22 nëntor në teatrin shqiptar do kemi kongresin që do mbahet. Do të mbahet kongresin e manastirit. Po, kongresin e manastirit. Do ta inskenoni Do ta inskenoni. kongresin e manastirit se si dikur disa burra shteti janë organizuar, janë mbledhur dhe e kanë vendosur që alfabeti gjuhës shqipe ti kemi këta shkronja, ti gëzojmë, të cilët po i flasim dhe i kumbojmë gjithandaj ku jemi. Ai është koncepti. Në fillim Dhe këtu nga burra janë shndruar në femra. Kjo është, po pse jo? Teatri e jep këtë magji. Po, Jo, teatri e jep këtë magji. pikërisht. edhe është dashur me ja përshtat tani, me atë sa mundësi kemi, edhe duke e pa që ata nuk janë student ose nuk janë studenta aktrimit, është pak më vështirë me punu, se Të çdo gjë lirohen. duhet, po. Çdo gjë duhet me dhënë me mas, mos me të i kalu limite se nuk e din se me çfarë njerëz shke të bësh, se ata nuk janë aktor. Çdo lojë që ti ja jep, do të kesh durim derisa ata ta kapin. Që do të thotë, me sa e kuptova, do ta inskenoni kongresin e manastirit nëpërmjet poezive të I kemi pas fishtës, të fishtës është njëra dhe janë 2 tjera, po i ke gërshetuar, i i ke ndërlidhur. kemi këta. gërshetuar, do të thënë fillimi, zhvillimi edhe fundi, se si përfundon. Interesant, sa do zgjasë praporësisht kjo? Mendohet 15-20 minuta, po ende nuk e kemi diçka konkrete, se jemi ende në Jeni në proces. fazë të Jemi në fazë procesit. procesi. Do të thënë sigurisht tash e keni pak më të zgjeruar. Po më Por zgjeruar. gjatë provave sigurisht që do ngjeshet edhe do dale Do të ai ketë produkti. skenografi interesante, diçka që pret të jetë si të them, e rregulluar. Skenografia. Po. Skenografia mund të jetë edhe e zymtë, nuk prish do i punë sepse në teatr imagjinata mund të kullotën shumë. Po, se po, ti pikërisht. për shembull me një tavolinë mund ta imagjinosh se çka mund të jetë ajo. Nuk kemi ndonjë skenografi të egzageruar, do i kemi vetëm me 3 tavolina dhe normal me rekuizita. 3 tavolina i kanë bërë që 6 studentët janë të ndarë në 3 vende. Kjo që koncepti im është që e kemi Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Unë pikërisht ishte të pyes se ndoshta është hera parë që po bëhet një projekt i tillë, ndoshta viteve tjera do të ketë edhe gërshëtim të studentëve të albanologjisë në Shpresojmë vende që të po. ndryshme, se jo një ide. Dhe imagjino sa e bukur do ishte me studentë muzikës. Që poezia të kthehej në këngë, Po, në poezi, po do në të ketë fjalë, muzikë, do shumë të e ketë bukur kjo. Po muzikë do të ketë, prej fillimit shfaqjes edhe që kemi në konceptin fillimi shfaqjes, zhvillimi njët, po kretë është me motive shqiptare. Okej. Do ketë me lahut, me kështu sene. do përdoren edhe instrumente të cilat Me instrumente që kemi ne shqiptarët. Do të thënë me Trashëgimi gjitha me instrumentet tradicionale do të përdoren për Do- efekte për- kolona zanore, Po. për shfaqje Për interesante. muzikën kush po kujdeset? Për muzikën kujdeset Gjemail Gjemaili, i cili është njëti punësuar në teatrin Të dy shqiptar. persone janë Gjemaili me Gjemaili. Gjemaili e ka emrin, Gjemaili mbi emrin. Të bëj shaka që e kam mirë të mirë. Përshëndet. Gjema në katror, a? Gjema në katër. Megjithatë unë jam shumë i kënaqur që
njerëzit që punojnë në teatrin shqiptar kanë qenë gatshëm që të kontribuojnë në këtë iniciativë vullnetare. Normalisht duhet të kepi përkushtuar. Përkushtuar sepse është punë në ekip. Unë do doja të pyes kur i shef këta gjeneratat e reja, këta të rinjtë që punojnë. Domethënë edhe ti je i ri, po keni një dallim të moshës, po keni një eksperiencë shumë në teatr. Çfarë do doje të mësoje ti prej ata edhe ata prej teje? Unë prej atysh do doja të mësoja më shumë. E kanë urtësinë, janë të hapur, janë si puna e Syngjeri që dëshirojnë të absorbojnë sa më shumë, apo janë të shpejtë? Janë të shpejtë me sa e kanë atë dinamizmin e kohës dinamikën që me ndoshta edhe këto rrjetet sociale ose interneti e ka bërë që ato e kanë kap edhe më mirë internetin se sa gjenerata ime ose gjeneratat më të mëdha. Mendoj që i bën shumë shpejt senet me dinamikë. Ndërsa mendoj unë fol për vete, për gjeneratën time, që ne mundohemi me i marrë sendet me mësupi njëri tjetrit. Ndërsa tani me këto zhvillime teknologjike që janë bë, i marrin shumë shpejt informacionet, nuk ka nevojë me pas nevojë për dritrojit, takimin e dritrojit me këtë me atë, thjesht e marrin për internetit, edhe besojmë shumë shpejt. Po dhe? Dhe besojmë shumë shpejt, që ti ta mësoje si ata apo jo? Mu ma shumë pëlqen të kesha punë me njerëz. Shumë me njerëz. Interaksioni human nuk mund ta telekajlon asnjëherë inteligjenca. Unë do doja që të kalojmë edhe temën e ditës e dirës për sot e patëm a do të ndryshoni diçka nga e kaluara? Ti si Edlir. Se ne Edlirin e thrasim shkurtimisht Lirka. Po, ashtu do të po. Edlir, a do ndryshoje ti diçka nga e kaluara jote? Unë do doja ta ndërlidh edhe temën, këtë temë që e kemi edhe një dokumentar që e ka bërë për punim diplome, që ka bërë një dokumentar me zanatçin të cilët janë në zhdukje, por jo konkretisht me zanatin, por me rrëfimet e tyre. Se si ata janë penduar. Pas pak do ta ndjekim, por më thuaj një herë, a do doje të ndryshoje diçka? Besoj që do doje të ndryshoje diçka, po nuk e di bash konkret se çka. Për shembull, çfarë mund të kishte ndryshuar? Një hap në jetë mendoj. Do kishe vazhduar në këtë profesion apo jo? Për shembull. Nëse do ishe regjisor, çfarë do ishe? Është pyetja. Peshkatar. Që unë vite nga qyteti i Kërçovës, edhe është qyteti i vogël, edhe nuk është që kemi pa diçka më ndryshe se këta që i kemi, nuk është nuk është ndryshuar dhe gjë. Nuk të kam treguar dritro, unë kur kam qenë vogël, nuk e di pse kam gjithmonë Verbona ndron të bëhet Barbie doll. Asnjëherë. E din kur më pyesin çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh? Policiste. Policistja. Jo policiste. Dhe do ta kishim policinë më të mirë në shtetin tonë, sikur të kishim një Sa mirë që kam gabuar. O zot, sa mirë që ma ka ndryshuar. Atëherë unë do doja nga regjia të ndjekim një pjesë të dokumentarit, ne e kemi prerë në copza të shkurta, sepse nuk kemi kohë që ta shfaqim të gjithin, sepse zgjatën gati gjysmore, është si dokumentar. Po, por do të shikojmë një copza të shkurtra për profesionet të cilët po zejet, të cilët po zhduken. Por këtu është këndi e rrëfimi i personazheve që kanë qenë zejtarë, të cilët i ke kanë qenë filmuar. personazhe në dokumentar. Do të shikojmë pak inserte dhe do rikthehemi për të diskutuar këtu në studio. Kjo pra duket një dokumentar rrëfimet e zanatçimve ose kovaçët të dikushëm që në fokus është drama e tyre jetësore. Domethënë, nëse nuk do bëhesh afarkëtar, do isha bërë diçka tjetër, ashtu thonë, a? Shumë e bukur, dikush thoshte që nëse ta dija që do mri këtu, do vinte profesioni deri në këtë ditë, hiç nuk do e filloja. Nuk do isha marrë. Konkretisht na lidhet edhe me temën e sotme. Edlir, më pëlqen filmimi se si e ke bërë, gjithë është filmuar në Bardezi, ta quajmë. Dhe kjo është tema jote e diplomës, a? Nga të lindi ideja për të bërë një temë diplome, konkretisht me zejet e vjetra, të cilët fatkeqësisht kanë shumë histori të madhe. Mund të bëhet një film metrazhi gjatë në lidhje me dramën, me përjetimet, me periudhat kohore, se si i kanë kaluar zejtarët. Dikur kanë qenë zejet, kanë qenë profesione shumë të shenjta, shumë të lartësuara, por erdhi koha e industrializmit, të cilët njeriu për njeriu që po zhduken edhe zejet. Ideja se unë si regjisor më shumë pëlqejnë konfliktet e brendshme se sa konfliktet e jashtme, dramat e brendshme se sa të ketë konflikte fizike. Edhe prej kësaj duke pas para diplomimit, non stop në Kërçov, shifja njerëzit se si punojnë, si funksionojnë. Njën kalojnë një kohë gjatë, se si ata e kalojnë ditën.
Edhe për çat vendosa që me këto 3 zanaçi, tre zanaçi, është një kovaç, një kopustare, edhe një robaçeps. Edhe një robaçepës. Të gjithë që ky robaçeps e kam mësu zanatin jashtë vendit, pastaj është kthyer në vend që ka filluar që ta përcjellin të gjërat e reja dhe ta punon profesionalisht. Por pastaj me kalimin e kohës, fëmijët kanë shku jashtë shtetit, duke fati rrota. E çuditshme kjo. Ky është fati jonë në këtë shtetin tonë të mirë, miq dashur, që Zoti na ruaj dhe na shtoft me të mira. Amin inshallah. Amin inshallah. Dhe ja vendosin tenxhere kapakun. Mirë është kjo. E kemi projektin që po na vjen në 22-ën, mirë po ka diçka tjetër, projekt, film, diçka që po planifikon, që dëshiron ta realizosh të paktën një vizion për vitin 2026. Besoj që po, tani jemi në proces ende, se kam fillu duke mbledh ekipën, me njerëz që punoj, edhe gjatë gjithë kohës jemi në proces, me DOP-in, me skenarist, që çdo ditë nëse kemi ide diçka kontribojmë. Çfarë bëni konkretisht, duke punuar diçka përveç se reklamës, diçka kështu do një ide më madhore, më shoqërore të jetë për gjithë përfshirëse. Kam një ide për film të shkurtër, po jemi në proceset e para të idesë. Skenarin e keni bërë? Ende jo, që vetëm është hudh ideja, edhe jemi në procese sipër. Besoj që kur ta kemi një draft vite prapë në emision, edhe që ta folim më gjerësisht. Edhe do të kemi, Shiko, e rëndësishme që ideja të diskutohet, se pastaj do të bëhet. Sa më shumë ide të hedhim në komunitet, në grup njerëzish, aq më shumë pastrohen idejat e këqija edhe dalin ato gjithmonë ato më të mira, sepse secili ka këndvështrimin e tij për më të mirë, për të dalë diçka më të mirë. Po a jemi si shoqëri, të flasim si komunitet, të organizuar për të dhënë ide, apo jemi skeptik? Jo, këtë ide unë du të arruaj për vete, nuk du e them. E kemi këtë pak të e kemi, ose atë ka ndodhur ndonjëherë që të thuash ndonjë ide dhe dikush ta ka marrë dhe ka... Jo, ajo nuk më ka ndodhur, po më ka ndodhur që unë kur kam pas një ide, kanë thënë, okay, kjo është shumë e punuar, ka shumë filma kështu, nuk e dija me qëllim të mirë ose qëllim të keq, po ka ndodhur. Mendoj që kemi ego ende, që nuk kemi qatë nëse ti e ke një ide me kontribua dhe unë pa marrë parasysh, a është ajo ide shumë e mirë që me ta dhënë në ty. Është edhe ego, mirë po do të quaja po ashtu edhe si komplekset e shumta që i kemi si shoqëri, të cilat ase si ti të dalësh para meja, apo të jesh me sukses shumë son. Kjo ndodh shumë, unë besoj në botën e filmit, në botën e... Egoja është paksa e çuditshme alarmante, po. Të alarmante, sidomos më e tepruar, me dozat të tepruara. Kështu që të jemi më mundohemi si njerëz, si artist, si komunitet, gjithandej kudo që jemi, të jemi më mendjehapur, të mundohemi të paktën të japim një ide, edhe të paktën nëse e japim ide, nuk ka nevojë që ta themi, sepse ne jemi ata që e dash iden dhe pastaj e hiperbolizojmë më shumë se sa do dalë produkti. Na ndodhen shpesh. Po, patjetër. Fatkeqësisht. Edlir, ishte shumë kënaqësi që ishe së bashku me ne në studio, një arritëm në minutat e fundit të emisionit të ditën e sot me Ditro. Ishte një ditë fantastike, ndam lajme shumë të bukura, shpresoj që në profesionin tënd t'i arrish të gjitha ëndrat, edhe pse në fakt e vërtetoj që po mos ishte regjisor, do të ishte regjisor. Sërish, po. Çfarë do bëhesh? Çfarë do bëhesh? Nuk do bëhesha grudhëndës. Po, edhe ajo është një profesion shumë i mirë, grudhëndës, edhe kjo mund të jetë një ide për një temë të cilën mund ta bësh, sepse ka shumë gjëra që mund të përpunohen prej drurit. Ja, ta lëm një ta bën një film të shkurtër. Pjata prej drurit, mund të kemi luk të drurit, edhe me baltën, mendoj që me poçarin. Po. E kam mendu... Ka në pres ka pasur. Jo, e kam në Korçë, unë e kam një Vasil Kolevica, që është një ndër poçarët më të mirë në të gjitha trevat tona, i cili më ka thënë një fjalë shumë të mirë. Ne u lumtuam në arkeologjinë tonë nga paraardhësit tanë. Po çfarë që lëm neve pasardhësve tanë, si shoqëri, sepse çdo gjë në këtë sistemin tonë po digitalizohet. Andaj, ne disa herë kemi bërë thirrje që Ministria e Arsimit ose Ministria e Arsimit konkretisht të mundohet që tek fëmijët, tek gjeneratat e reja, të paktën të ndjellim lëndën e zejeve, sepse ne jemi në zhdukje të sipër. Dhe pastaj, pas 200-300 viteve, a do t'jenë ata që do t'na shajnë si gjenerat, apo jo? Se çfarë kemi lënë ne aty? Çfarë do ulëm? Do ulëm teknologji, e cila do kalbe, do shkatrohet në tokë dhe asnjë gjë. Sepse çdo gjë është mirë që
që krijojmë, ta shkruajmë të paktën, që të na ekzistojë diku, por edhe kjo mund të digjet. Por në gërmimet, në të ardhmen, të paktën të kemi shenja. A di çfarë do t'ju lëm borxhe, sepse detyrimet në këtë shtetin sa tonë të ishte mirë do të në- kemi, sepse detyrimet e kemi në këtë shtetin tonë 16 miliard euro. 60 miliard euro është në borxh Maqedonia. Kujt nuk e dim. Edlir, unë të përgëzoj për Faleminderit shumë. iniciativën, Faleminderit për edhe juve. guximin që e ke marrë me të rinj të bashkëpunosh edhe më pëlqen kjo që po mundohesh që të rikthesh atë aktivitetet të dikushme që po u zhdukën. Ne po themi, sigurisht do me të jemi studentët. atje, do ta ndjekim, do të kemi edhe sigurisht Edhe një do të kemi edhe një kronik, po kronik, patjetër sigurisht, që me po. ta. Mirë Kjo po, do ndodhe me datë 22 Besoj që nëntor. 22-shin. Do të na informosh për çdo gjë. Patjetër, Po. nëse kanë ndonjë ndryshim date, ne do të Në jemi të rrjetet informuar. sociale. Nëse kalojmë 23-shin është pa ditë alfabeti është aprovuar. Edlir, faleminderit shumë për ditën për informacionin që na i dhe. Përgjithësisht në këndshme. Valbona, faleminderit shumë Faleminderit, edhe më ti për fal. energjinë, më fal. Më fal. Më fal, më Fali fal. edhe ju mua. Ata miq dashur të themi sa më shumë më fal.